Avellino, klubi italian i ngjitur në Serie B dhe nga sezoni i ri do të jetë pjesë e nivelit të dytë të futbollit italian. Besojeni ose jo, sa herë që Avellino promovohet një kategori më sipër, një pap ndoron jetë. Kjo rastësi e pabesueshme ndodhi edhe këtë herë me klubin nga Campania, që fal fitores 2-1 kundër Sorrentos të shtunën, siguroi vendin në Serie B. Për fat të keq, vetëm 2 ditë më vonë, Papa Francesco ndoroi jetë. Në vitin 1958, Avellino shkoi në Serie C dhe Papa Piu i 7 ndorron jetë, ndërsa në 1963 Avellino shkon në Serie C dhe Papa Gjoni 23 vdes. E njëjta gjë përsëritet edhe në vitin 1978, kur Avellino ngjillet në Serie A dhe Papa Pali i 6 dhe Papa Gjon Pali i parë humbin jetën. Në vitin 2005, Avellino u promovua në Serie B dhe Papa Gjon Pali i 2 ndoroi jetë. Historia vijon dhe në 2025, ku kjo skuadër ngjillet në Serie B dhe Papa Francesco ndorron jetë.